Cilësimi i kësaj kërkese varet nga vullneti maqedonez. Ndryshimi i kushtetutës është një çështje shumë problematike dhe objektivisht nuk mund të realizohet nëse së pari shqiptarët nuk realizojnë unitetin politik, për cilin në mënyrë permanente Rinjnia Demokratike Kombëtare angazhohet, kuptim të bashkimit të mandateve demokratike bazjereve, duke respektuar relevancën e secilës parti politike individualisht. Ne duhet ta pranojmë objektivisht, sepse nga 91 deri në 2011 politikisht kur s'kemi qenë të bashkuar, që të bëjmë një blok, të i përkrajmë kërkesat tona, të cilët nuk janë në dam të maqedonezëve, po cilët ngrihen relevancën e shqiptarëve. Unë me zotin Ahmeti kemi bashkëbiseduar në 2001 për përmbajtjen e marrëveshjes Ohrit, në takimet që i kemi pas 4 herë, dhe edhe atëherë kemi ditë se realisht marrur marrëveshje Ohrit nuk e ekuilibron të drejtat kolektive, individuale, ekonomike, fiskale të shqiptarëve dhe maqedonasit. Dëshiroj të them se Rinjnia Demokratike Kombëtare angazhohet për projektin që ne kemi pagzuar si konstituencë shqiptare ose federalizim jo territorial, mirë po unë dhe njerëzit që i kemi në Rinjnia Demokratike Kombëtare pranojmë ato të arritura që i ka bërë marrëveshja Ohrit, mirë po realisht marrur, këto të arritura janë të pamjaftueshme. Komi shqiptar nuk është shtetëpërmues, gjua shqipe nuk është gjuhë zyrtare, e drejta e bavinderit është e cunguar vetëm një spektër të vogël të çështjeve që i takojnë identitetit kulturor dhe pjesës gjuhësor. Mbi të gjitha nuk kemi mekanizëm mbrojtës në alokimin e buxhetit, në alokimin e investimeve kapitale, nuk kemi mekanizëm për të kushtëzuar konstituimin e qeverisë, nuk kemi mekanizëm për të detyruar maqedonasit që të t'i kalojnë problemin që e kanë në integrim me Greqinë. Thjesht unë them se ne do duhet të jemi racional dhe objektiv. Në këto zgjedhje, ne themi marrëveshja Ohrit nuk mund të jetë oferta e fundit politike e shqiptarëve, kuptim të statusit të tyre në Maqedoni. Sepse mba 10 viteve të gjithë ne kemi të qartë se kjo nuk është e tillë. Ai ka bërë një hap përpara dhe normalisht se ne atë hap e pranim. Mirë po ne jemi shumë lartë të themi se ne jemi të barabartë me maqedonasit në të gjitha drejtimet. Do të thotë, ne kemi dy çështje që themi se janë të veçanta në këto zgjedhje. Së pari, kërkojmë që nëse bashkohemi politikisht të marrim hisen tonë nga buxheti i vendit dhe këtë hise ta investojmë si investime kapitale në të gjitha drejtimet, sepse kam të shumë numra me cilët argumentohet se diskriminimi më i madh shqiptarëve këto 20 viteve vazhdon të bëhet kryesisht në alokimin e buxhetit në investime kapitale të gjitha drejtimet. Së pari, së dyti, ne themi nëse bëhemi bashkë, atëherë ne do duhet me qeverinë e ardhshme të afatizojmë atë qeveri pavarësisht me cilin do bëhet ajo qeveri, që të përfundon definitivisht përfaqësimi adekuat i shqiptarëve, por jo vetëm si të punësuar në administratë, por edhe në të gjithë stafet menaxheriale të asaj administrate, dhe së treti të jetë çështja kyçe të zgjidhet problemi i kontestit të emrit të Maqedonisë në Greqinë, që të deblokohet ky proces, sepse ky nuk është proces vetëm politik. Ky është proces së pari investiv ekonomik. Maqedonia çdo vit humbën mesatarisht 700 milion deri në 1 miliard euro para të Unionit Evropian. Sidoqoftë, mbaj bindjen se ne shqetësimet i kemi të përbashkëta, se ne së fundi kemi një shans historike në këto zgjedhje, duke u bërë bashkë politikisht, ne të përcaktojmë se cili partner Maqedonas me ne do bën qeverinë dhe këto le qenë 3 pikat strategjike për mandatin e ardhshëm qeveritar. Më pas, kutia e Pandorës e ndryshimit kushtetutar dhe barazimit të plotë të shqiptarëve në gjithë aspektet do jetë në fazën e ardhshme, sepse unë mbaj bindjen si njeri racional, si intelektual dhe politikan, sepse ne do duhet të marrim parasysh në këtë fazë edhe frustracionin që i kanë politikanët Maqedonës për ndryshimet kushtetutare. Sepse ato tash nuk janë dakord, ne nuk kemi mekanizëm kushtetutar as politik që ato t'i detyrijojnë. E unë uroj që kjo bisedë që ne sonte të jetë hyrje në një marrëveshje, cila marrëveshje do jetë në dobi të shqiptarëve dhe në dobi të vendit. Ka mundësi bëhet marrëveshje të japë shqiptarëve?